Mirëmbrëma të nderuar shikues dhe mirë se erdhët në review. Unë jam Greta Topiana dhe mbrëmjen e sotme do ndalemi te zgjedhjet në Partinë Demokratike. Aktualisht, edhe pse ora është 20:00, në disa prej pikave apo qendrave të votimit vazhdon ende votimi, duke qenë se shumë pjesëmarrës kanë vendosur që ta shtyjnë këtë proces prej orës në fakt ku do të ishte ora 6 e pasdites deri në orën 7 apo deri në orën 8. Për çfarë jemi duke folur? Por besoj që gjithë tashmë jeni të informuar, bëhet fjalë për zgjedhjet e kryetarit të Partisë Demokratike, ashtu sikur se dihet, është një garë e cila ka vetëm zotin Berisha si kandidat të vetëm. Për shkak të mungesës së kandidatëve, ne kemi ndjekur si proceset më përpara, ka patur disa personazhe të cilët kanë kërkuar që të jenë pjesë e garës, por janë skualifikuar për shkak se nuk kanë plotësuar kriteret. Ndërkohë, është konsideruar më saktë ky proces si një lloj votbesimi, edhe teksa keni vënë re dhe në fotografitë të cilat kemi shpërndarë në Euronews Albania, se si duket edhe fleta e votimit, duket si një lloj votbesimi ku ata të cilët kanë të drejtë për të votuar ditën e sotme mund të japin nëpërmjet një kryqi apo një plusi nëse dëshirojnë që zoti Berisha të jetë apo jo kryetari i Partisë Demokratike për 4 vitet e ardhshme. Ndërkohë ka patur edhe disa akuza nëpërmjet rrjeteve sociale ku zoti Saliani, i cili kishte treguar dëshirën e tij për të marrë pjesë dhe për të garuar përballë zotit Berisha, ka thënë që kjo është një farsë, duke publikuar disa fotografi në rrjetin e tij social, teksa vjeri se disa nga demokratët kanë vendosur emrin e tij. Kemi shumë për diskutuar. 87 qendra votimi në 77 degët e Partisë Demokratike, në cilat në disa ka ndodhur procesi i votimit e në disa të tjera vazhdon ende. Do kemi mundësi që të ndjekim gjitha live vetëm për pak sigla dhe rikthehemi për të diskutuar edhe këtu në studio. Jemi rikthyer, jemi live në review, teksa do dalim për diskutuar gjitha zhvillimet në Partinë Demokratike dhe për pak minuta do kemi mundësi që të kemi edhe një lidhje live nga Selia Blu, teksa do marrim informacionet e fundit sa i përket gjithë procesit, ashtu sikur se unë ju bëra një lloj përmbledhje shkurtimisht për gjithë çfarë është duke ndodhur atje. Ndërkohë po ju prezantoj me të ftuarit dhe më pas nga Tirana, nga Selia e Partisë Demokratike, do kemi mundësi që të shkojmë edhe në qarqe të tjera për të kuptuar pak nga jugu në veri se si ka qenë gjithë dinamika e ditës së sotme. Mirë se të kemi në studio. Faleminderit shumë Eldar Dedaj, kolegu im gazetar që na e bashkuar. Faleminderit shumë Igen Qeraxhi, aktivist, qendrës së qytetarit. Faleminderit shumë Ilirana Kuçana, antar e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Faleminderit që na e bashkuar. Do kemi mundësi që bashk po ashtu të ndajmë detajet nga çfarë ke parë dhe çfarë ka ndodhur sot në PD. Faleminderit shumë Indrit Vokshi nga Nisma Kombëtare. Faleminderit të katërve që jeni sot për të komentuar, diskutuar, analizuar dhe për të përkthyer gjithë situatën në fjalë se çfarë produkte do ketë në Partinë Demokratike. Zonja Kuçana, nisim së bashku. Ju keni qenë sot, nëse nuk gabohem, edhe në zonën e Durrësit, edhe në të Tiranës për të ndjekur nga afër për te fakti se për të votuar edhe për ta ndjekur nga afër procesin. Si ka qenë si proces i qetë, ka patur dinamika të tjera? Të thoja proces jo i qetë, se kur ka dëshirë për votim dhe votim masiv, patjetër që është mirë. Nuk do ishte mirë të ishte shumë e qetë situata në Partinë Demokratike, edhe mendoj që tashmë Partia Demokratike edhe nuk është mësuar që të ketë situata kaq të qeta prej kohësh, kështu që nuk i bën shumë mirë qetësia. Patjetër përtej kësaj, ta nisim për ta shtensionuar pak sepse gjithë këtë ditë ka pasur diskutim gara, a duhet tashmë sot merr fund, po themi një nga diskutimet më të stërdiskutuara në kaq vitën politik. Sot është mbajtur një referendum ku duhet të themi që unë them atë që besoj, patjetër. Unë jo vetëm se kam votuar, po do ta votoja zotin Berisha përballë cili do kandidat. Do ta argumentoj pse. Jam nga ato që jam bashkuar ndër të parat zotit Berisha që në nismën e foltorës. Besoj që është njeriu që shpëtoi pluralizmin politik. Mendoj që Partia Demokratike kaloi një kalvar të madh ku demokratët në fund fare ishin ata të cilët po themi përjetuan ato ndasit që nuk duhet i përjetonin dhe arriti të mbaj Partinë Demokratike të bashkuar, arriti të ketë sot një opozit të konsoliduar, patjetër që kjo nuk mjafton, por besoj që pas kësaj ne tashmë do duhet të jemi gati se pas rikonfirmimit të kryetarit Partisë Demokratike
kemi zgjedhjen e organeve tjera që janë shumë të rëndësishme dhe po ta shikosh një nga diskutime që bëhet sot është kryetari, ndërsa unë mendoj që një lider dhe një trajner sado i mirë të jetë, i duhet një ekip i fortë dhe i duhet një ekip i mirë. Dhe mendoj që diskutimi do duhet të jetë pikërisht tashmë për ekipin që do të jetë i Partisë Demokratike, që do të jetë dhe do të jetë në fushën e lojës, ku duhet të themi është përballë. Kam patur zotin Baçi, nëse nuk gabohem 2 javë më përpara dhe ai foli pak për ekipin e 11 maj. Iliriana dhe të ftuarit do doja që të më jepnit pak sekonda përpara se të ndalim në diskutim, sepse kam kolegu nga selia e Partisë Demokratike për na dhënë ndoshta një pasqyrim të çfarë po ndodh apo çfarë ka ndodhur dhe më përpara dhe pastaj ndalemi për të diskutuar gjëra gjatë. Ardit Hoxha na është bashkuar në të lidhjet e drejt për drejt. Ardit, të falenderoj për kohën dhe për lidhjen që do bëjmë së bashku. Të lutem për ditë sot çfarë po ndodh, a kemi të reja, surpriza, ndonjë dinamik aty në selinë e Partisë Demokratike po ashtu? Po, në fakt, vetëm pak sekonda më parë është përmbyllur dhe procesi final i ditës sot me Greta, i numërimit të votave për Degën 2 dhe Këshillin Kombëtar dhe kryesinë e një pjesë të mirë të deputetëve të cilët të zgjedhën votojnë në këtë qendër votimi të ngritur në selinë e Partisë Demokratike, ku rezultatet, nëse do të më lejosh që ti shpalos, kanë qenë si më poshtë, pra një pjesëmarrje që llogaritet diku tek rreth 40% e anëtarëve të Partisë Demokratike në Degën numër 2, 428 prej tyre kanë votuar pro, 10 kanë qenë kundër, 10 abstenim dhe 10 flet votimi janë shpallur të pavlerëshme. E theksoj, këto janë shifra të një rezultati paraprak për Degën 2, por edhe për Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike, i cili voton në qendrat e votimit të ngritura në Selinë Blu. Sa takon një përmbledhje të shkurtër, nëse do më lejosh të bëj për gjithë ditën e sotme, procesi në fakt nga të gjitha raportimet, informacionet që kemi mbledhur jo vetëm në Tiranë, por edhe në gjithë vendin, ka vijuar normalisht dhe pa problematika të theksuara, sigurisht bazuar në vendimarrjen e kokoe ku do të lejoheshin të votonin vetëm ata demokratë të cilët ose kanë pasur një kartë anëtarësie të cilës do periudhë kjo e lëshuar, ose të kenë emrin në listat e qendrave të votimit dhe për cilin do person tjetër që nuk ka emrin në lista ose nuk ka asnjë prej kartave të anëtarësisë Partisë Demokratike ndër vite, nuk do të kishte mundësi për të marrë pjesë në këtë proces të sotëm, në këtë referendum për kryetarin e Partisë Demokratike. Procesi në pothuajse të gjitha degët është duke shkuar drejt përfundimit të numërimit të votave, sepse votimi u mbyll që prej orës 19:00, pavarësisht se vendimi i mëhershëm i kokoje kishte qenë për ta mbyllur procesin në orën 18:00, por për shkak se në disa degë të mëdha si kundër është edhe kjo ku unë jam duke raportuar në këtë momente pra për Degën 2, e kishte pasur kërkesa për ta zgjatur pak më shumë procesin e votimit, ashtu u bë, u zgjat me 60 minuta dhe mbetet të shihet se sa do të jetë pjesëmarrja në këtë proces, ku në kushtet kur zonja Vokshi, kryetaria e Komisionit të Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale në Partinë Demokratike, deklaroi se shifra e anëtarëve që kanë të drejtën e votës në procesin e sotëm ka qenë rreth 52.000 antar. Vlen të theksoj se në procesin e fundit të ngjashëm atë të 2022-shit ku u zgjodh zoti Berisha në garën përballë Ibsen Elezit Asokoe, kanë votuar në mos gaboj rreth 43.000 demokrat, pak a shumë në të njëjtat shifra ka qenë edhe pjesëmarrja e demokratëve në proceset e mëparshme ku është kërkuar angazhimi i tyre dhe këtu kam fjalën si në proceset e brendshme për zgjedhjet e kryetarëve të degëve, por në ato më të rëndësishme të primareve, kështu që duke marrë në konsiderat edhe shifrat e raportuara nga kokoe në orën 11:00 dhe raportimin e fundit në orën 13:00 ku pjesëmarrja kishte qenë rreth 29.000 antar, edhe ajo pjesëmarrje totale pritet që të shkojë rreth të njëjtave shifra që kemi pasur në proceset e mëparshme, pra rreth 42.000, 45.000 sigurisht, duke mos përjashtuar surpriza të ndryshme që mund ta rrisin apo edhe ta ulin këtë numër të pjesëmarrjes së demokratëve. Por ajo që mbetet me interes për të parë, përveç pjesëmarrjes Greta, është edhe niveli konfirmimit që zoti Berisha pritet të marrë në degë të ndryshme, nëse do të kemi surpriza degë të caktuara që ta kenë kontestuar, apo mbështetja për liderin demokrat vjen të jetë e njëjtë dhe pa ndryshuar që nga periudha kur ai është rikthyer në krye të Partisë Demokratike e sot, edhe që pritet të vijojë për të
paktën 4 vitet e ardhshme. Vetëm pas pak minutash pritet që të ketë një dalje nga zoti Berisha, është njoftuar nga zyrta e shtypit e Partisë Demokratike një konferencë, një dalje për shtyp e zotit Berisha për ta përmbyllur këtë proces të sotëm dhe në një farë mënyre për t'i hapur më pas rrugën proceseve tjera të brendshme të Partisë Demokratike, të cilat nisin sigurisht me disa mbledhje të Këshillit Kombëtar dhe kryesisë që pritet të thirren gjatë javës së ardhshme, kuvendi kombëtar që është i planifikuar për të mbledhur dhe zhvilluar të shtunën e ardhshme dhe pas kuvendit sigurisht proceset shumë të rëndësishme, ajo që ju ishte diku diskutuar në studio në fakt me zonjën Kuçana, ajo e krijimi të ekipit të ri të Partisë Demokratike, pra pos konfirmimit të zotit Berisha, zgjedhja e kryesisë së re të Partisë Demokratike, Këshillit të ri kombëtar, kupolës drejtuese me sekretarin e përgjithshëm, nën kryetarët, gjithë sekretariatin dhe departamentet e Partisë Demokratike që përbëjnë pra atë që ndryshe cilësohet si ekipi drejtues i Partisë Demokratike me të cilën ajo do të garojë të paktën në 2 proceset e ardhshme elektorale, atë të 2027-s zgjedhjet lokale dhe sipas të gjitha gjasave sigurisht edhe në procesin e 2029-s për zgjedhjet parlamentare. Po Greta. Ardit, të falenderoj shumë dhe besoj të kesh mundësi që të lidhesh edhe me regjinë se sa herë të kesh nevojë për të patur një lidhje të drejtë për drejtë me review, na kërko fjalën sepse besoj të kemi dhe zhvillime duke qenë se edhe procesi i votimit është zgjatur për te orarit zyrtar që ka qenë ora 6 pasdite dhe besoj edhe për pak dhe zoti Berisha do ketë edhe një fjalë për mediat. Faleminderit Ardit, ritakohemi sërish në review. Zonja Kuçana duke qenë se e lam bashkë, duke qenë se na duhej një të kishin fillimisht gazetarin nga Selia Blu, e lap tek ekipi dhe pastaj dua ta ndaj fjalën me të tjerët. Ekipi duhet të mbaj përgjegjësinë. Patjetër që Kjo ishte ajo që fat ju pak më përpara, domethënë. atëherë patjetër që për çdo gjë duhet mbajt përgjegjësi. Më lejoni që t'ju them që Partia Demokratike dhe sot është një thirrje, patjetër gjej rastin nëpërmjet televizionit tuaj për që një hapje e vërtet e Partisë Demokratike ndaj intelektualëve, ndaj figura të spikatura në fushat të caktuara, ku Partia Demokratike do duhet që në ekipin e saj drejtues, pasi është partia e cila ka programin më të mirë, atëherë do duhet që t'i vendosim njerëzit për krah këtij programi për të qeverisur dhe jo për të ardhur pushtet, po për të ardhur pushtet për të bërë shtet. Se duhet të themi që sot Shqipëria ndodhet në një udhkryq të madh, duhet të themi që sot asnjë institucion fatkeqësisht nuk funksionon dhe kur institucionet nuk funksionojnë, nuk ka shtet. Pra unë mendoj që sot përtej diskutimit të Partisë Demokratike, unë nuk i përgjegjësisë për diskutuar për Partinë Demokratike, se jam zyrtare e Partisë Demokratike, jam përfaqësuese e Partisë Demokratike, jam këtu pikërisht për të diskutuar, por mendoj që ky është një moment për atletar, ky është një moment për intelektual, ky është një moment për njerëz që duan kombin dhe që duhet ta shpëtojnë Shqipërinë. Këto janë fjalë të cilat unë i kam thënë jo vetëm sot, qasja ime politike ka qenë gjithmonë, ka qenë për hapjen e Partisë Demokratike, ka qenë për thithjen e trurit, ka qenë pikërisht Se keni edhe një departament, brain gaining, me patjetër. Të rinj, po ashtu që janë përfshirjen e sa më shumë intelektualëve, ne kemi shumë intelektualë që shkëlqejnë në fusha të ndryshme, është momenti për t'i ftuar dhe për t'i bërë pjesë të Partisë Demokratike për një vizion të qartë për Bashkimin Evropian. Pra, duhet të themi që Partia Demokratike ka bërë një sër veprash që nga ndarësimi në NATO, liberalizimi i vizave, kuptohet qartazi që tashmë Edi Ramës janë mbyllur çdo dyert për shkak sepse një nga kriteret kryesore është lufta ndaj korrupsionit dhe jo vetëm, dhe mendoj që tashmë Partisë Demokratike ka detyrë, tashmë ka mbaruar detyrën ndaj demokratëve, tashmë ka detyrën përtej demokratëve, për shqiptarët, për të luftuar për vizionin evropian dhe për ta çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Dua t'i pyes edhe zotrin, duke qenë se nisa me zonjën Kuçana për shkak se kanë ndjekur të procesin nga afër dhe si votuese dhe si pjesëmarrëse në këtë votim, por edhe besoj edhe brenda zhvillimet të Partisë Demokratike, dhe deta ta nisim së bashku. Çfarë pristet nga ky proces sot? Tani, për të pritur nuk prisja asgjë të veçantë, s'kam pse pres ndonjë gjë të veçantë, ajo çfarë unë theksoj është që Partia Demokratike nuk mund të shkonte në një rrugë tjetër përveç se këtu ku ka përfunduar. Kjo është për një sër arsyesh. Së pari, duke parë pushtetin e gjatë dhe qeverisin e gjatë socialiste, të thoja unë një mazhorancë agresive sa i përket drejtimit saj për 13 vitesh,
agresive në gjitha këndvështrimet, agresive në planin ekonomik, agresive në planin psikologjik, agresive në shtetin ligjor, shtetin zdrejtës. Linde e nevojshme pas një skizme shumë të fortë që përjetoi Partia Demokratike si forca më e madhe opozitare, demokratët në mënyrë të vullnetshme të kenë nevojë realisht për një figurë unifikuese. Më mirë se Sali Berisha nuk mund ta kishte askush tjetër nuk mund t'ja jepte askush tjetër këtë garanci. Pra, mungonin alternativa, detarët, intelektuale, të rinjt, figurat forta politike brenda Partisë Demokratike, çfarë mungon? Gjithmonë Partisë Demokratike, nëse do ta diskutojmë këtë këndvështrim, gjithmonë do kemi një debat për të hapur. Në kuptimin edhe kur ka pas garë, thonim është favorizuar një X kandidat sepse i pëlqente zoti Berisha. Në këtë rast është zoti Berisha, nuk ka kandidat rival. Do ketë pa diskutim, nuk mund quhet garë, gara zakonisht e prodhon lideri, por Partia Demokratike është në kushte tepër të veçantë. Vot besim me quhet e referendum. Jo, është figur, ka nevojë për një figurë unifikuese. Pse figurë unifikuese? Është një figurë që duhet ju japi garanci edhe demokratëve për kontributin e me i njohin, dhe vetë demokratët, për shembull, unë jam habitur, po marr rastin ku unë e njoh shumë mirë ditën. Demokratët atje konsiderojnë zotin Berisha realisht si një figurë që i vetmi mund t'ja u njohi, si figura vetme që ja u njeh kontributet. Në kuptim të... Nuk njohin lider tjetër përveç Po e Berisha. Ajo është psikologjia e demokratëve tani, ne unë nuk mund të them që sepse kanë ata këtë psikologji. Ata njohin realisht antropologjia e njeh shumë mirë pse ndodh ky fenomen, edhe psikoanaliza ndodh. Unë po flas në kushtet reale që jemi. Mos harrojmë se keni një pushtet shumë agresiv që për hir të vërtetës një lider tjetër që mund të vinte në këto kushte që ne flasim, do ta kishte shumë vështirë për të rindërtuar Partinë Demokratike dhe mbi gjitha për ta mbajtur një alternativë tillë siç është. Mirë apo keq, Sali Berisha ka bërë edhe Partia Demokratike më shumë se sa Sali Berisha, e ka bërë ato llogoren e vetme që i qëndron kësaj autokracie përballë. Në thelb. Nuk mund ta ketë bërë ashtu siç ne kemi dëshirë, por për ta bërë ka bërë këtë lloj autokracie. Ne kemi parë kudo. U bë për protesta për çmimin e karburantëve. Askush nuk mund të kalojë më shumë se 100 veta në bulevard për të bërë. Ishte Adriatik Lapa i bëri pothuajse 100 ditë proteste dhe nuk arriti dot. Berisha nuk është se po bëndojnë proteste. Nuk arriti dot. Sali Berisha mirë apo keq ka bërë të paktën, ka bërë një protestë që ka mbushur bulevardin, e mban retorikën antiqeveritare, e mban lojë. Mund themi se ka bërë një opozitarizëm pavarësisht simbolikës që ka, që tenton drejt gjuhës dhe retorikës konstruktive. Unë jam plotësisht dakord që nuk e ka bërë ndoshta ashtu siç do ta kërkonte një pjesë tjetër e shoqërisë, por në kushte që është një lloj izolimi nga ndërkombëtarët, dhe unë mendoj kriza në Shqipëri është kriza ndërkombëtarëve, nuk është krizë e PD-s. Pavarësisht se këta duan t'ia lëshojnë PD-s këtë krizë, por kriza që është këtu, në thelbe kanë krijuar ndërkombëtarët dhe mosnjohja e Sali Berishës si realitet politik e agravon akoma dhe më shumë situatën. Dhe në kushte i bën demokratët shumë të fragjil, shumë të dobët. Dhe demokratët në kushtet në rrethana ekstreme kanë nevojë për një zgjidhje ekstreme. Dhe zgjidhja ekstreme është kjo që ka ndodhur. Sepse ne i detyrojmë demokratët të çojmë përballë murit. Pra, o do të bini me kokë murit ose keni shpëtim tjetër. Në kushte ekstreme ata kanë bërë një zgjidhje ekstreme. Kjo është zgjidhja e tyre. Tani ne duhet ta pranojmë. A provon Sali Berisha rotacionin politik? Kjo do të ngelet për të diskutuar. Unë them se ka shumë pika. Ju thonë që alternativa më e madhe opozitare deri në këtë moment. Në kushte ekstreme, në kushte sepse unë kam thënë, kam shpjeguar edhe disa herë, ndoshta edhe theksoj, jam i vetmi që ritheksoj në këto studiot televizive. Unë mendoj, e kam argumentuar dhe mund të argumentoj edhe tani kur ndoshta kur të më jepni kohën, kriza që jeton, që ka përjetuar Shqipëria tashmë, por Partia Demokratike në mënyrë të veçantë, është krizë e krijuar nga ndërkombëtarët, duke mos e njohur Berishën si realitet politik. Pra, duke detyruar Berishën të futet në një lloj autizmi politik, duke refuzuar komunikimin me shtresa gjëra të shoqërisë. Prandaj akuzojmë ne Berishën, pse nuk e rifresko partinë ti, pse nuk bën ndryshimin transformimin e elitave, pse nuk bën rotacion meritokracie, rotacion gare etj. E lidhi me non-gratën apo pa diskutim, pesha non gratës, pesha që në thelb shoqëria e ka relativizuar, demokratët e ka relativizuar krejtësisht peshën e saj, pra nuk ka peshë në syrin e demokratëve non grata. Tani këto janë kushtet reale. Tani ndërkombëtarët i thonë jo, nuk e njohim ne si lider dhe i detyrojnë demokratët që ne nuk e pranojmë, këto ju zgjidhin një tjetër.
Pra, i detyrojnë ato t'i binë me kokë murit. Demokratët nuk duan lider tjetër. U testuan lideri tjetër, nuk duan. Pse? Sepse ky sistem që ka ndërtu që është në Shqipëri, është prodhimi dy individëve. Sali Berisha dhe Edi Rama. Ky është sistemi. Ndërkombëtarët duan të rrëzojnë gjysmën e sistemit, po jo gjithë sistemi. Po këtë nuk ta pranon askush. Sot, pas 13 viteve, qeverisje ku shqiptarët përshofin shpopullim të jashtëzakonshëm, kanë parë kanabizimin e jashtëzakonshëm, kanë parë korrupsionin e jashtëzakonshëm, kanë parë me sytë e tyre dhe dy lidera, Rama dhe Berisha, kur u bën bashkë dhe bën një ndryshim të kodit zgjedhor. Totalisht, bashkarisht, për shkurt të dy lider për t'i bërë akoma dhe më shumë autoritar, pra ako si që thot Mark Bevers, bosa politik. Pa e ja referun shekullin 19 kur ka studiu partitë politike. Dhe ndërkombëtarët e dinë këtë gjë dhe e kanë lejuar këtë gjë. Tashmë këta duan thonë jo, ne do të ndryshojmë gjysmën e sistemit, po pjesën tjetër do ta lejmë kështu. Askush s'ta pranon. Nuk besoj se është. Tani unë bëra një analizë, nëse ke argumente, do ta dëgjoj replikën tënde për çfarë nuk bie dakord. Në pjesën e parë Eldari në një farë mënyrë, sa kuptova, thekson që PD-ja pavarësisht metave, me që po diskutojmë edhe kritikave me cilat përcillet, vazhdon të jetë alternativa më e madhe opozitare, qoftë në diskursin publik, në atë çfarë organizon, në mënyrë si qaset qeverisë në fjalë. Se ne kemi prej Skënderbeut atë fejën e famshme që kur bashkohen thuprat nuk thyen. Edhe paka shumë nevoja për unitet lidhet me një lloj rrugë logjike që fundi të nxjerr fitues. Pra ti kërkon të unifikosh që të fitosh. Fakti që analiza po bëhet që demokratët kanë këtë figurin unifikuese, mirë po figura unifikuese nuk mund do të ramën, unë mendoj që nuk është as e logjikshme, as e shëndetshme që ne të ngecemi në këtë pikë. Pra të themi që, se unë jam dakord, sot Berisha ka treguar që është figura e vetme që ka aftësinë të fitoj zgjedhjet në Partinë Demokratike. Megjithatë, mbetet i paaft të fitoj zgjedhjet kundër Ramës. Dhe kur ne themi që e ka dëmtuar ndërkombëtarët vravin, se ne shpeshherë kemi dashur të fusim ndërkombëtarët, dhe ndërkombëtarët kanë rolin e tyre, sigurisht. Po që të thuar që ndërkombëtarët e kanë sankcionuar Partinë Demokratike, unë nuk e mendoj këtë dhe nuk e besoj. Fjala vjen, sot ka 100.000 vota më pak Partia Demokratike se sa rezultati që ka marrë Lulzim Basha. Që do të thotë, qytetarët e kësaj republike reagojnë, dhe nuk është vetëm çështje ndërkombëtarëve, është çështje e votës së qytetarëve. Në 2021, ja, lutem se s'do ta ndërprisja, po të kërkoj ndjes, se më hape një shtek. Nuk doja të ndërprisja, po të kërkoj shumë ndjes. Për ndërprerje. E bëjmë diskutim, kemi kohë televizive të mundshme. Në 2021, kur Partia Demokratike u fut dhe siç ishin ato problemet, jo ikja nga dhënia e dorëzimit mandateve tjera pak më herët se 2019 kur u dorëzuan mandatet, u bën prap transformime në kod elektoral. U bën transformime, dhe ndërkombëtar u bën madje me miratimin e ndërkombëtarëve duke hequr koalicionet para që favorizonte partitë e mëdha. Që favorizonte jo partitë e mëdha, nuk favorizonte partitë e mëdha, favorizonte mazhorancën socialiste dhe po e bën këtë gjë prej 13 vitesh. Fal plotën tani. E flasin shi. Ti ke votuar në opozit kur lere sistemi. Lere sistemi. Është e marrëdhshme për partinë. Ke votuar po si sistemi. Partia Demokratike. Po të fitoi Lul Basha me vota më zotëri. Lulzim Basha në 2021-shin e ka çuar. Rama humbi 2021-shin. Mirë, vetëm alerta përfundoj. Që do të thotë, sot Partia Demokratike ka zgjedhur, po bie dakord më të mirin e vet. Problemi në Partinë Demokratike është që më i miri i tij nuk mund dot Ramën. Tani për aq kohë sa kryetari vet, më i miri i vet, nuk është alternativë fituese. Ne nuk besoj që që do të thotë më i miri i PD-s është më i miri i PD-s sot, ja, më i miri i PD-s sot është një i korruptuar i amerikanëve, po them. Më i miri i PD-s sot është i korruptuar i anglezëve. Më i miri sot është ai që ka marrë 100.000 vota më pak se sa Rama. Më i miri sot i PD-s është ai që nuk pranon garë brenda partisë. Më i miri sot është ai që nuk bashkon opozitën, se tha opozita është me e bashkuar. Berisha kaloi një palë zgjedhje ku opozita ishte fragmentarizuar si asnjëherë më përpara. Dhe nuk e bashkoi dot. Tani, problemi është këtu. Nuk po bëj për figurën e Berishës asnjë lloj herezie. Por po them, liderët testohen, merren rezultatet politike, nëse ti ke çeduar dhe ke humbur, ke bërë 5 llogari gabim politike, do thotë që ka vend për një hapësirë të re.
Dhe nuk mundet që me qenë se ky është më unifikuesi, ne të pranojmë të qëndrojmë në humbje vetëm sepse është unifikues. Po çfarë duhet të them nga jashtë një alternativë po ka apo nuk kanë dashur apo janë penguar thoni? Ajo që ka thoni? ndodhur në Partinë Demokratike nuk është ndodhur kurrë në histori dhe as ka për ta njohur ndonjëherë historia. Që vendimet e Partisë Demokratike të merreshin në zyrën e Edi Ramës, kjo nuk është ndodhur kurrë. Më lejo ta argumentoj, unë të dëgjova me shumë vëmendje. Ju mor Selia, ju mor logoja, u la rrugëve gjykatave Partia Demokratike. U përçan demokratët. Pse? Sepse demokratët për teja asaj që kanë 13 vite keq qeverisje. Pa ju mundi Rama, po thot. 13 vite keq qeverisje, nuk po se ja do ta argumentoj. Ju mundi edhe në kopaqe, jo vetëm në zgjedhje. Mirgen, para se të jem politik, bashkë kemi qenë disa beteja. Për te, këtë pra që në fund fare janë politike. Që Rama në zgjedhje mundi për dëm, po në jo, fakt nuk e mundi Edi Rama, nuk e mundi Edi Rama, e mundi Gys Agasi, e munden lekë të krimit, e munden bandat kriminale, jo nuk e mundi Rama, nuk e mund dot Rama. Me qa e mundi Rama? Me vizion? E mundi me program? Ka vizion? Ju ka shkur shqiptarve, po më fal, e pranon do ti që Edi Rama të vi me tallava, e pranon do që Edi Rama të bëj populli. Nuk vjen keq që Partinë Demokratike, Sali Berisha e ka futur brenda një dualizmi dhe një bipolarizmi që përgjithsisht çdo demokrat kanë takuar unë sot. Ata kanë problemin të qenë me dy personalitete. Një personalitet para kamerave dhe para partisë dhe një personalitet me aktivistët. Ku i din që janë, po nuk i flasin. Është mandati 4. Në një vend normal demokratik, a do duhet të ishte kryeministër Edi Rama? Kjo është pyetja. Fare, dhe për këtë ka protestuar unë. Dhe kjo është fati keqi jonë. Si ka mundësi që çdo pikë pyetje i drejtohet gishti opozitës, pra, për bandat kriminale, për krimin, për korrupsionin, për mega korrupsionin, jemi sot në faqet ndërkombëtare të botës. Fatkeqësisht e them e keqardhje, se unë nuk dua që për vendin tim të jetë në asnjë faqe. Korrupsioni ka vetë liderin. Më fal, lideri çështja e liderit do sqarohet shumë shpejt, besoni. Dhe kjo teoria që ekipi e ka fajin, jam e bindur që do duhet kërkuar falje nga studio televizive. Ne ka pasur një lider politik këtu që ka ndryshuar ekipin. Dhe do të tregohet qartazi që Nongrada është një financim i Edi Ramës për ta shpallur Nongrada, po është financim. Derisa ta zgjidhë ja rrugën. Derisa ta zgjidhë ja rrugën. Se duhet të sakrifikojë gjithë, se duhet të sakrifikojë PD-ja. Sot nuk ka asnjë formë të pushtetit. Partia dhe e fundit. Demokratët e duan Sali Berisha. Kur thua që nuk e ka lideri, po e ka ekipi, fajin. Shiko, këtu kemi pasur një lider ne 45 vjet, Çojë Meroxha. Dhe ai fajsonte gjithmonë ekipin, e rinovonte. 45 vjet nuk kanë pa hequr poshtë. Demokratët e duan Sali Berisha. Edhe ti këtë punë e ke 35 vite të jeti lider dhe gjem poshtë vetëm për me poshtë. Tani kam një pyetje. A mund votojnë socialistat për Sali Berishën? Jo. Atëherë, demokratët votojnë dhe zgjedhin që të jetë kryetari i tyre Sali Berisha. Ku është problemi këtu tani se nuk arrit ta kuptoj? Po në një parti politike, a duhet të zgjedhin demokratët? Ja ta them unë ku është problemi. E vetmja, nëse e ndan një gjë të marrë nga të djathtët, është që të djathtët besojnë se ndryshimi vjen nga një pakicë e elitave intelektuale. Që do të thotë, pakica e elitave intelektuale brenda Partisë Demokratike as nuk është treguar në lartësinë e dur për të marrë masat për këtë situatë që është, dhe as nuk po shkon nëpërmjet interesit politik të vendit. Dhe unë me keqardhje e them, unë kam shumë miq brenda PD-s, të cilën kanë personalitetin e tyre para kamerës dhe një tjetër personalitet mbas kamerave, ku gjërat i din mirë dhe e din që problemi është Berisha, po nuk mund ta flasin dot sepse vetëm ai përcakton unitetin. Politika është ajo që akti të komunikuarit. Po tani gjithmonë që shfaqet para. Se duhet të marr një koment zotit Vokshi. A të marrë ndoshta edhe një koment mbi diskutimin apo pyetjet që u hova? Merë komentet nga të kesh dëshirë, unë do t'i komentoj. Dakor, pra. A ti marrë me radhë gjitha, mos o bëj përsëri tani, një koment mbi debatin, je ti moderatorja dhe mund të shtrosh çdo pyetje. Atëherë, Migeni me shumë të drejtë shtron pyetjen. I thot zonjës Kuçana, me që kemi si përfaqësuesit të Partisë Demokratike nëpërmjet Këshillit Kombëtar, dakord problematika që zoti Rama thot ai 4 mandate nuk është normale. Zgjidhja, çfarë ofron Partia Demokratike për ta zgjidhur këtë ngërç? Për të cilat të quhet rotacion, për të Shiko çfarë duhet të sqarojmë. Në Shqipëri ka potencialisht 1 milion opozitar. Edhe në zgjedhjet e fundit ka 1 milion opozitar, pra njerëz me tendencë opozitare. Po sa jemi gjithsej opozitare? Më lejo ta shteroj. Edhe në zgjedhjet e fundit, partitë e opozitës kanë marrë 700.000 vota pavarësisht të ndara në përkuti të ndryshme.
Pra kanë qenë 700.000 vota që kanë qenë kundër Edi Ramës. Edhe 300.000 tjerë janë potencialisht kundër Edi Ramës nëse do të shohin një lloj komunikimi dhe përfaqësimi. Zoti Berisha përfaqëson dhe unifikon 400.000 demokrat, por nuk mund të unifikojë 1 milion opozitar. Dhe ky është thelbi i krizës. Pra kjo është kriza e madhe politike. Pse nuk i unifikon? Nuk mund të i unifikoj sepse nuk ka legitimitet të përfaqësimit. Nuk di të komunikoj më, është jashtë kohe me akuzat politike për gjithçka dhe për çdo mis dhe buburrec që i kalon afër akuzon si të lidhur me Edi Ramën. Është jashtë bashkëkohësisë, se ne kemi ndjekur politikën, i kanë bërë një pyetje në vitin 2005, i tha pse i more ti të rit, edhe i futën në kabinet, ndërkohë lei jashtë kabinetit Bamir Topin edhe shokët e tij, sepse ata kanë përvojën. Dhe përgjigjja e këtij ishte kjo, ata vërtet të rit nuk kanë përvojën, por kanë bashkëkohësinë. Dhe zoti Berisha vetë sot nuk ka bashkëkohësinë politike për të përfaqësuar 1 milion opozitar. Përfaqëson vetëm klanin e tij për 400.000 vetësh. Problemi i madh që është në Shqipëri sot është që ditë pas dite, ligj pas ligji, vendim pas vendimi, Edi Rama po e rrëshqet vendin në një autoritarizëm të tipit Lukashenko, ose tenton ta çojë aty, duke shkatruar atë që quhet konkurrenca ekonomike dhe tregu i lirë, dhe duke përcaktuar vetë se cili do të bëhet i pasur dhe cili do të varfërohet, duke përcaktuar vetë se cili do të marrë punë dhe cili do të falimentohet, pra ky është rreziku. Dhe kjo ka nevojë për disa barriera të përfaqësimit, ka nevojë për zgjerimin e përfaqësimit opozitar dhe ka nevojë për ta ndaluar dhe për ta konkuruar këtë lloj tendence dhe plani të qartë të Edi Ramës. Çfarë bën autoritarizmi? A do ta bëj një pyetje para se shkosh te autoritarizmi apo mirë? Ta mbaroj me një fjali. Së është shumë e shkurtër. Autoritarizmi duke shkatruar tregun dhe konkurrencën ekonomike, çon në varfërim të njerëzve. Në momenti kur njerëzit varfërohen, largohen sepse kërkojnë tregje të reja dhe punë të reja, dhe në momenti kur njerëzit largohen kemi zëvendësim të popullsisë, sepse vinë popuj të tjerë, të cilët po i shohim, të cilët vinë dhe punojnë me 300 euro, sepse 300 euro në Indi apo në Nepal mund ndërtosh edhe një shtëpi, sa që është kursi i këmbimit. Pra, është ky lloj rreziku. Dhe opozitarizmi shqiptar sot ka nevojë për zgjerimin e bazës së përfaqësimit, ka nevojë për unifikimin jo vetëm brenda një partie, por për një unifikim në kuptimin e unionit apo të federatës, e cila do të mundsojë që vota opozitare të shkojnë në një kuti të vetme. Zoti Berisha nuk e bën këtë, nuk ka kapacitetin e duhur për ta bërë këtë. Keni 20 vjet që nuk i dëgjoni një fjalim paqësor dhe vllazëror për bashkimin e këtij vendi dhe për paqëtimin, për uljen e gjakrave dhe të emocioneve dhe të sharjeve, është kthyer në një gjenerator të urrëties, ka nisur duke akuzuar brezin e Gramos Pashkos dhe të Neritan Cekës, e ka kaluar tek brezi tjetër i Gens Pollës dhe të tjerëve, ka kaluar në brezin e Bamir Topit dhe sot shpall tradhtare Alesia Balliun që e ka moshën e mbesës së vet. Pra një gjenerator shumë i fuqishëm urrëtie dhe fyrje dhe poshtrimi të qenjes njerëzore, i cili nuk mund të përfaqësoj vlerat e djatha jo, sepse këto janë sifate dhe zakonet e organizatave bazë të Partisë Komuniste, nuk kanë të bëjnë me vlerat e së djathës, sepse e djatha ka në thelb respektin për qenjen njerëzore, duke konsideruar me dinjitet të dhuruar nga Zoti, dhe ti nuk je askush për ta poshtruar dhe denigruar. A është mjedisi politik i ashpër në Shqipëri? Është shumë mjedisi politik shumë i ashpër. Nuk dua ta idealizoj ndoshta. Mjedisi politik është shumë i ashpër me kontributin kryesor edhe të personit për cilin po flas. Se ne shkojmë në vende perëndimore që shohim protesta në Francë, në Greqi, shumë afër, që djegin makina, ka shpërthime dhe janë vende goxha demokratike nga cilat marrim pjesë. Sot për shembull nuk e di nëse e pe Donald Trump kishte hedhur një video nëpërmjet inteligjencës artificiale që moderatorin i cili ishte një prej kritikëve më të mëdhenj kishte marrë dhe e hidhte në plera. Është Amerika një vend jo demokratik? Protesta nuk është agresivitet. Kjo që thash në shembullin me Donald Trump. Është gjuhurrëtie kjo të hedhësh një moderator në plera? Në Amerikë ka shumë gjuhurrëtie, sidomos vitet e fundit. Edhe Donald Trump është kontributor kryesor i kësaj urrëtie, siç është dhe personi për cilin po flasim, kontributori kryesor dhe arkitekti kryesor i gjuhës së urrëties dhe i denigrimit të njerëzve. Duke qenë kështu, nuk ka asnjë mundësi
për të bashkuar 1 milion opozitar, bashkon vetëm 400.000 demokratë. Dede kishte një replik, unë do të bëja një pyetje, por nga një fjali më shkove edhe Bëjni pyetje, nuk ka problemi, s'unë durova që të flas. Jo, po, kishe një replik. Nuk ka problem. Nuk është kuptimi në aspektin e replikës me ato çfarë tha, sepse a mendimi i tij unë kam një kënd tjetër të analizës për sa i përket kësaj, sepse nxiti debatin e futi në shina pak filozofike me drejt, le të futemi këtu. Kur analizojmë një lider politik dhe rëndësinë e tij lideri politik, ne nuk mund të shkëputemi dot nga rrethanat të cilat ekzistojnë. Madje rrethanat janë kaq agresive sa i bëjnë lëvizjet dhe zgjidhjet politike i bëjnë të duken ndonjëherë edhe përtej kohës në cilët jetojnë. Askush nuk mund ta mohoj faktin që e gjithë shoqëria që kemi ne, qoftë kjo pjesa e saj politike, ekonomike, mediatike, gjithçka është një gërshetim interesash të jashtëzakonshme që janë të lidhura nyje tek një individ siç është kryeministri i Republikës së Shqipërisë. Në këtë pamje, në këtë panoramë të kësaj situate, demokratët duke ardhur dhe nga një përvojë traumatike për hir të vërtetës se ajo çfarë i ndodhi Partisë Demokratike, ndonjëherë edhe me tendenca ndërkombëtare duke u blerë dhe duke u shitur siç ishte dosja me McGonigal që doli haptas që kishte goditur liderin e Partisë Demokratike, siç ishte në atë kohë zoti Basha. Pra ne kemi parë edhe një komplot ndaj Partisë Demokratike. Ne nuk mund të bëjmë sikur nuk e kemi parë një komplot. Dhe demokratët pa diskutim, sepse dosja me McGonigal zbuloi që për zotin Basha ishin bërë pagesa për ta nxjerrur si të lidhur me paratë ruse ju s'është e vërtet. Harroni. Po s'është e vërtet. Si s'është? Kjo është gënjeshtra e Partisë Demokratike. Ta shpjegoj dosjen me McGonigal në 2 minuta. Si e shpjegon? Ta shpjegoj në një fjalim. Po ajo ka dalë në dokument, mor. Është gënjeshtra që i ka bërë Partia Demokratike dokumentin e Departamentit Amerikan. Nuk ka dokument, ta tregoj unë, mbaroj fjalimin se do ta tregoj edhe me McGonigal. Edhe ne jemi në këtë lloj situate, ku kjo panorame ka nxjerr Partinë Demokratike të frustruar nga kjo lloj. Pra, çdo lider që mund të ishte, dhe ne kemi parë lider në realizëm, e kuptuam, asnjë lider nuk mund të rezistoj pushtetit të Edi Ramës. Këtij pushteti që është kryekëputi i lidhur me shumë interesat. Po, a bëri pyetje zoti Gjeraxhi, sa dakord nuk e bën dot zgjidhje. Po ta thash pra zgjidhjet ekstreme do të kërkojnë gjithmonë zgjidhje ekstreme. Situatat ekstreme kërkojnë zgjidhje ekstreme, nuk mund dalish ndryshe. Në 90-ën Partia Demokratike nuk ka qenë zgjidhje ekstreme edhe pse ishin në një regjim ekstremist që ishte ati kthemi analizës, po nëse do i kthemi analizës do dalim më keq se sa sot. Analizës të 92-shit. Sepse ka një problem se gjithçka buron që nga 92-shi sistemi, por problemi futemi këtej ku e kemi krizën tani aktuale. Dhe në kushtet që janë demokratët, se ne i konsiderojmë simpatizantë Partisë Demokratike, i konsiderojmë njerëz krejt naiv. Sikur askush nuk merr vesh, askush nuk ka dalur jashtë, janë gjithë këtu në këtë lloj bunkieri këtu, nuk shohin, nuk dëgjojnë, nuk kanë eksperiencë. I mbajtë llogari që bëri zoti Vokshi sa janë 1 milion opozitar, 400.000 arrin të mbledh zoti Berisha, në fakt vetë shkuar 550.000 ka mbledhur. 528.000 vota bashkë me Ilir Metën dhe me Fatmir Mediun dhe me të tjerë. Po pra, shumë si Partia Demokratike, si motori i parë, për shifra madhështore, koalicioni shumë. Dakor. Për saktësinë demokratin Ilir Meta ka mbledhur aq. Dakor, më leti rrumbullakosim se tani unë Mbi 400 pak, nuk janë 400, janë 500. Po pra, 500 e sa, po. Edhe ka një numër të madh votash dhe ky është realiteti politik. Nëse s'do ishte zoti Berisha, atëherë do bëj pyetjen e të dyve. Po nuk diskutohet nëse s'është, sepse ne kur nuk ishte zoti Berisha mori 730.000 pra. Ky është 200.000 më shumë. Ky është faktor. Dëgjoj, ky është faktor. Ky është faktor dhe kjo hapësirë i krijon mundësinë edhe një forcë tjetër. Për shembull, pse nuk arrin Agron Shehaj që bën spektakël, për shembull, ka parat e veta, thotë dhe kam dhe parat e mia, dhe është një lider i ri, një lider i shkolluar jashtë, një njeri i bërë vetë në profesion, pra nuk e ka bërë askush, një njeri i cili ka mbledh shumë para. Pse nuk është i vjen nga një familje e përndjekur politike, pra shtresës së djathtë, nëse do e konsiderojmë të tillë. Pra, pse nuk është ky, nuk prodhon ky një realitet tillë politik që bëhet partia e tij, bëhet motori i parë i gjithë spektrit madh opozitar, po është Partia Demokratike. Tani ky spektri jep. Pra duhet të them që ta ndërkombëtar dhe gjithë këta njerëz që e mban dhe demokratët që nuk janë budallëj që i referohen Berishës si Stakam, kanë parë
që liderët e tyre politikë në thelb kanë lëvizur përballë presionit të madh të pushtetit. Ky individ, i cili sot nuk ka asgjë çfarë të humbi, për i zvërtetës për sa i përket karrierës personale, është garanci. Berisha. Po pa diskutim është garanci. Është garanci për bashkimin e partisë, është garanci për bashkimin e partisë. Kush? E qartë. Grupi i bashkës është jashtë. Bashkuar siç ka qenë thot. 2-3 individë që thatë juve është jashtë. 2-3 individë. Shumica e individ të tregoj vota, ke 200.000 vota më pak nga janë 200.000 vota që si kanë të cilët sot janë jashtë. Sot nuk janë as shprehje politike. Pra, po të ishin shprehje po të ishin shprehje politike, jam thjesht dakord. Sot nuk janë. Pra në komunikimin publik nuk janë as shprehje politike, se të ishin shprehje politike jam plotësisht dakord. Nuk janë as kaq nuk janë. Po më thua që 200.000 vota nuk janë shprehje politike. Po flas sot se opozitarizmi është dialektik, opozitarizmi nisi diku dhe vazhdon. Unë nuk e njoh opozitarizmin me telekomandë. Shtyp nishin, një sezon një opozitar, sezoni tjetër je pushtetar. Nuk është kjo logjika. Po mundohem të kuptoj mbi indikatorë dhe argumenta, ti e vendos Berishën si figurë unifikuese. Kë unifikon? Mbaje si pyetje për të thyer zoti Deda se ka pak lidhje drejt për drejt me zotin Bart Spahia. Zoti Deda ai zoti Qiraxhi, ju lutem. S'është garanci. Zoti Qiraxhi, zoti Deda, ju lutem, se kemi zotin Bart Spahia lidhje drejt për drejt, edhe pastaj do kemi mundësi që ta zgjidhim çështjet e bazë. Zoti Spahia, përshëndetje. Faleminderit për kohën. Përshëndetje, faleminderit. Pak e vështirë se na gjetet në mes të debatit, kuptohet se çështjet politike gjithmonë krijojnë debati është pak i vështirë për të qetësuar. Si është situata në Shkodër? Besoj ka përfunduar votimi, se në disa zona u tej zjat dhe nuk e di nëse keni arritur në rezultate tani më. Situata në Shkodër ndryshe nga atmosfera juaj në studio aty, do të thënë se ishte një proces krejtësisht i qetë, i karakterizuar nga dëshira e shumë demokratëve antarë të Partisë Demokratike për të shprehur vullnetin e tyre nëpërmjet votimit të sotëm. Në këtë referendum, të themi jashtëzakonisht të rëndësishëm për Partinë Demokratike. Ishte në një farë mënyrë një shprehje e vullnetit, një shprehje e lirë e vullnetit nëpërmjet zgjedhjes, çka e karakterizon edhe një herë Partinë Demokratike si një forcë të vërtet europiane ndryshe nga gjitha formacionet e tjera politike në Shqipëri. Migeni, i ftuari po më pyet, ka dalë rezultati, ka përfunduar? Kjo është edhe pyetja ime, nuk e di deri nëse keni arritur t'i numëroni. Ka përfundu procesi i numërimit, pranishëm edhe kolegët tuaj gazetarë, të cilët e ndoqën nga procesin. Duhet thënë që ishte një pjesëmarrje jashtëzakonisht e kënaqshme, më shumë ndoshta se të gjitha proceset e tjera të kaluara nga dega e Partisë Demokratike Shkodër, çka ishte edhe një konfirmim i interesit të madh të antarësisë së kësaj partie për këtë proces. Kanë dalë rezultatet? Duhet thënë, rezultati do të jepet zyrtarisht nga Partia Demokratike në qendër, por duhet thënë se pjesëmarrja ishte mbi 1800 antarë të Partisë Demokratike në degën Shkodër, më konkretisht rreth 1875, pra afër 2000 votues, çka ishte për hir të vërtetës një, le të themi, një shprehje demokracie jashtëzakonisht e kënaqshme për degën e Partisë Demokratike Shkodër. Zoti Spahia, për pak më ka njoftuar kolegu Erdit Hoxha, i cili ndodhet në fakt në selinë e Partisë Demokratike, që do të jetë edhe një komunikim nga vetë zoti Berisha, nuk e di nëse do të jetë ai apo zonja Vokshi që do përcjell të dhënat e fundit, kështu që mua më mbetet t'ju përshëndes, faleminderit për kohën dhe për detajet që na dhat nga qetësia juaj atje në Shkodër, se ne do vazhdojmë, besoj, diskutimin. Uroj ju të zjarrt, po të qetë, të kuptueshëm edhe këtu në studion tonë të Reviews. Faleminderit. Ju faleminderit shumë dhe ju përshëndet. Faleminderit po ashtu. Mirë, morim pak nga atmosfera e Shkodrës, për pastaj do kemi mundësi që të shkojmë në Fier me zotin Luan Baçi për të kuptuar po ashtu, do ta përfundoni pak se i bëri një pyetje, pastaj shkojmë te zoti Vokshi dhe zonja Kuçana. Nëse ne i referojmë Berishës si figurë unifikuese, duhet të kuptojmë kë unifikon nga ata që janë ndarë deri më tashmë. Dhe e dyta është që nëse Ramës i mbyllen dyert,
Berisha çfarë dyeri Po ta japin? tha demokratët përpara çfarë largimit të dyeri logos e tjerë, ta tha zonja Kuçana si përgjigje. Se kuptova, si ishte përgjigjja edhe herë? Atëherë, Partia Unë e kuptova çfarë tha, po okej. Ata thot më mirë. S'ka problem. Atëherë, Partia Demokratike kaloi një përçarje shumë të thellë. Dhe si u bashkua me Berishën? Kjo është pyetja ime. Dhe një lider, pra për të kthyer përgjigje, edhe ja vetëm të lutem, do më lejosh vetëm të lutem. Në degët gjithë shqiptarët e njeh, po. Ku nuk besoj që nuk e njeh, se po të kesh. Absolutisht e njoh edhe garantoj për të. Po mirë, atëherë ku e shef Partinë Demokratike të përçarë nëse pas ke një unë i shoh të gjitha degët. Partia Demokratike, shiko, po të shikosh edhe strukturën e lëvizjes votave të partitë e reja, partitë e reja përgjithsisht kanë fituar nga rrjedhja e Partisë Demokratike. Është i njëjti numër që opozita ka vota. Pra nga ambari i Partisë Demokratike kanë dalë disa fraksione të opozitarizmit që kanë marrë dhe shumë mirë sepse i përfaqësojnë. Nga ana tjetër është kandidati i Bashaj që gjithashtu nuk u përbashkua, kandidatët e tyre ishin në zgjedhje, gjithashtu dhe ata morën pak, nuk ishin shprehje. Çfarë ka po? Që do të thotë, ata të cilët të lutem. Mbetën të ndarë edhe pas Berishës. Ta thjeshtëzoj për të dukur e thjesht edhe për publikun se ti e djalë me nivel dhe jam e bindur që më kupton. Atëherë të lutem e kuptoj shumë qartë, unë e kuptoj që Partia Demokratike që ka nevojë që të performojë, që të fitojnë të gjithë. Është aset kombëtar. Atëherë, që të mos bëhen përsëritje, se thash Partia Sali Berisha arriti pa logo, pa vull, pa seli, arriti të maksimizonte ato vota që arriti të maksimizonte që e dinë të gjithë dhe nuk besoj se ka nevojë për të kthyer. Tani, të kthehemi tek pjesa e liderit. Drejtues dhe lider janë dy gjëra krejt të ndryshme. Dhe besoj se në këtë tryezë dim të gjithë. Lideri frymëzon, lideri motivon, ndiqet në çdo lloj rrethane. Lideri duhet fitojë. Vetëm më lër të lutem, vetëm më lër të argumentoj. Lideri mund të frymëzojë gjithë jetën në humbje. Shumë njerëz. Çfarë kuptimi ka? Shumë njerëz. Se frymëzohet kush nga humbje. Sa vite ka Partia Demokratike? Mirë, a mund të kthej përgjigje? Shumë njerëz janë larguar nga Partia Demokratike, kanë krijuar forcat e tyre politike dhe kanë kuptuar se sa ju vlen lëkura. Cili do që do më kuptu se sa i vlen lëkura, derën hape ka të kryoj parti politike dhe të masi vetën me votë. Vota është ajo që të tregon sot sa pesh politike ke. Pa tjetër që vota edhe mund të rritet në vazhdimësi, por ajo që të tregon ty se kush jeti, ne kemi pas figura qendrore në Partinë Demokratike që është dhënë shumë pushtet. Kanë kriju forcat e tyre politike dhe fatkeqësisht kanë tregu që nuk kanë maksimizim votash dhe nuk i mbështet njëri. Pra, Sali Berisha edhe pa logo, edhe pa seli, edhe pa vull, e tregoj që ka këtë numër votash. Kalojmë për te kësaj sepse unë nuk dua që të bie në këtë diskutim, sepse shqiptarët po nuk dua. Unë jam e bindur që nga ky emision që ndiqet shumë nga shqiptarët, do duan shqiptarët që të kuptojnë Partia Demokratike ka kaluar edhe për bashkimin, edhe për çarjen, ka zgjedhur kryetarin. Atë çka do duan sot shqiptarët të dëgjojnë është se Partia Demokratike çfarë do t'i ofrojë shqiptarëve. Nëse pari ne duhet shikojmë realitetin e tij, nëse nuk e shikoni në 2027 vesh në zonën time elektorale, njerëzit nuk mbyllin dot muaj, njerëzit kanë hallin me diskutu për hallet e tyre. Atyre atje shkon dhe ja u merr fëmijën ai te dera e shtëpisë. Hajde të flasim për hallet e shqiptarëve. Pra, sot është momenti për të folë për atë çka do bëj Partia Demokratike si forcë alternative qeverisëse. Jo çfarë ka ndodhur Partia Demokratike, se çfarë ka ndodhur e kemi diskutuar dhe besoj se ka qenë një kënaqësi e jashtëzakonshme në debate për t'i fryrë kësaj përçarje. Unë jam dakord edhe për të leza fantashkencë, unë personalisht futem në kategorinë e njerëzve dhe politikanëve të rinj, Indritin kam qenë shumë herë në studio, që edhe në kohën kur është bërë përçarja. Edhe në PD. Edhe po patjetër, e kemi thënë. Jo, s'kemi qenë në PD. Jo, përçarjen unë nuk i kam fryrë edhe në kohën e Lilbashës. Pse? Sepse unë nuk dua t'i lëndoj demokratët. Unë nuk dua t'i lëndoj ata demokratë dhe ata të cilët duan të bashkohen Partinë Demokratike. Nuk futem në emra. Partia Demokratike nuk lidhet me emra. Dhe nuk lidhet vetëm me një emër. Partia Demokratike lidhet me vizion. Të lutem. Partia Demokratike lidhet me hierarki, lidhet me ekip, lidhet me vizion, lidhet me strategji. Partia Demokratike nuk lidhet thjesht me emra, sepse më besoj për këtë pjesë. Fakti që demokratët kanë zgjedhur Sali Berishën sot, kjo është zgjedhja e demokratëve dhe ne nuk mund të futem në zgjedhjen e demokratëve.
Tashmë, të lutem, kjo është trishtim, ne duhet të zonë. vazhdojmë për atë çka presin shqiptarët. Po, pse trishtohesh, ta di unë se. Po trishtohet ai nuk e sepse trishtohen kur sepse ai në kohë shef që problemet janë tunelin e aty. Llogaras, ai duhet trishtohet. Kur shef tunelin e Llogaras të zhvillur, ai duhet trishtohet shumë. Kur ai shef paratë akshe që vidhen po ditën për diell, Opozita është dhe nevojë ta pushtetit dalin në si vend, bankë opozita kriminale nuk është strukturuar, ai duhet pushtetit. trishtohet se është i ri. Se nëse flisni të dy një konsitu dy gjë është jo e ka vogshë pas e do kaloj. Ai është i ri dhe duhet trishtohet kur shikon që Shqipëria sot dalin njerëz të cilët janë anonim, nuk i njeh askush, nuk i thon asgjë publikut, dalin dhe vjedhin para. Mikini nuk ka asnjë lloj kundërshtim me ty. Mikini po kjo zgjedhjen. Po pra, po kjo zgjedhja është pra i partia më e madhe opozitare, më jep zgjedhjen. Ndaloje këtë fenomen. Refuzon të jofi rrethana. Këtu Virgini ka shumë të drejtë, por refuzon të jofi rrethana të cilat jemi. Vogshëm dhe me herë dedaj, po. Po çfarë ndodh? Ja, zotrin. Nëse ne do të futemi për të analizuar traumat e antarëve të zotit Berisha dhe për të thënë që për shkak këtyre traumave kanë të drejtë ta zgjedhin, kjo është një çështje tjetër. Shoqëria shqiptare ka nevojë për përfaqësim opozitar, nuk ka nevojë dhe nuk do të di për traumat dhe tabut e brendshme që kanë një pjesë e caktuar që duhen patjetër dhe nuk e shohin botën pas Ali Berishën. Ajo është çështja e tyre e brendshme psikologjike. Çfarë ka nevojë sot në Shqipëri është zgjerim i përfaqësimit opozitar. Cilat janë arsyet sepse zgjedhin ata Sali Berisha janë komplet parancishme. Mund të ketë secili arsyet e veta. Por çështja është që janë shumë pak, zoti Berisha i unifikon shumë pak dhe nuk mundet, nuk ta mbaroj fjalinë sepse nuk do. Ta mbaroj fjalinë sepse nuk do rira. Duke qenë shumë pak, ky pushteti i Ramës ka për ta konsoliduar atë 800 mishën e vet, edhe nuk ka për të mundur kusht t'ia thyejë atë lloj kalaje. Kur dalim tek unifikimi është ky. Në vitin 2021, kampi opozitar ka 728.000 vota. Në vitin 2025 ka 200.000 vota më pak. Dhe kjo është kostoja e përçarjes. Nuk shifet kostoja e përçarjes në figura që në kinkalerit dhe në manikinët që ka zoti Berisha rreth vetës. Kostoja është treguar në kuti. 730.000 ose 28.000 me 500.000. Kjo është rezultati elektoral i gjinës, kjo është logjika. Po matematika, shifra që matematika e Partisë Demokratike është e lezetshme. Matematikë, po nuk ka se ka interpretim shifrash. Nuk ka interpretim shifrash, sepse shifrat unë e njoh shumë mirë, këtë punë se kam qenë nxënës çuditërisht kam qenë nxënës i mirë. Çuditërisht kam qenë nxënës i mirë, por është shkencë eksakte. Por problemi qëndron këtu. Që shifra, konteksti që ti e thu shifra është një gjë e akullt. Pra, e jep atë realitet vërtet, e jep atë realitet si që tuti. Por shifra, prodhimi se është për te shifrës, këtë nuk e themi. Çfarë ka për te shifrës? Këtë thamë janë kushtet reale, sepse pushteti i Edi Ramës, dhe e kuptun gjithë që ndërkombëtarët, prandaj thamë se këto e kanë prodhuar ndërkombëtarët këtë gjë. Ndërkombëtarët e kanë prodhuar dhe për çfarë? Ndërkombëtarët e kanë dhe të bashkohen. Mos kërcen nga degande. Jo nga degande. Flisim për përçarje. Po, përçarja është në kuti, është prodhimi ndërkombëtar. Po s'ka rëndësi, është prodhimi ndërkombëtar. Tani ta mbaroj unë çka. Po jo se ka një gjë, nuk ka një gjë, unë dëgjova dhe duhet ta mbaroj unë. Po dakor, më nëse na do bëj debat këtu, për këtë. Debat po bëjmë, çfarë po bëjmë? Po unë po them debat në kuptimin të drejtë për desë, s'kam interes me bëj debat me ty. Ne kemi interes bëjmë debat qytetëruar me për vërtetën, po pra, e vërtetën. Do të dalë tek vërteta, meqense se po përmendi dy herë të ndërkombëtarëve, më lejo të them diçka për atë me Gonigalin. Po lema se s'është vetëm ai. Po duhet ta themi sepse kjo është kryesorja e përçarjes në departament amerikan edhe. Atëherë, duke qenë se ne punojmë bashkë me ironinë tënde në departament, do të them diçka. Paratë e Partisë Demokratike janë çuar në bjenata trade. Në ligjin që ka bërë Britania për hapjen e offshore-eve në kuadër të luftës kundër Rusisë, ka dalë që pronari i bjenata trade është një oligark rus që quhet Maxim Trofimets. Dhe zonja Fiona Hill, konsulla e Amerikës në Londër, ka dëshmuar në Kongres në hearing zyrtar dhe ka thënë që Partia Demokratike ka paguar $600.000 kundër ambasadores Kathleen Kavalec duke nxjerrë artikuj në media. Dhe lufta me ndërkombëtarët është për këtë dhe një pjesë non grata se ke për këtë, që ta dini nëse nuk e dini. Pra janë vetë këto zotrit, këta liderët, që kanë guxuar të fusin duart brenda departamentit të shtetit, duke paguar para në kanale ruse, dhe Edi Rama ka bërë vetëm një gjë. Edi Rama ka lobuar që hetimi ndaj këtyre të jetë sa më i shpejt dhe sa më afër zgjedhjeve. Paratë e bjenata janë të faktuara, dëshmia Fiona Hill në Kongres është hearing zyrtar në Kongres, ku thuhet qartë që këta zotërit e Partisë Demokratike kanë bërë këtë, kanë paguar paratë kundër Kathleen Kavalec, e cila do të vitë ambasadore këtu para Yuri Kim.
Me para ruse? Në kanale ruse. Në kanale ruse do është faktuar zyrtarisht. Realitetin se ku janë marrë ato para. Edhe një herë, nëse ti di, unë po të them, janë paguar para. Realitetin sigurisht se tham dot, se s'ka lidhje me fat. Nuk po e kupton argumentin. Jo e kuptoj shumë mirë. Ju mund të jeni më afër dhe dini origjinën e parave. Unë po të them, nuk e dim nga është origjina, parat janë paguar tek Bienata Trade me pronar Maxim Trofimec, oligark rus. Dhe këtë e ka thënë Fiona Hill, konsule amerikane në Londër. Dhe atë gjysmën e nëngradës e ke për këta. Dhe nuk të kanë fajnë ndërkombëtarë. Një sekond ka lidhje me këta dhe nuk të kanë fajnë ndërkombëtarë ty që shkon ti dhe fut duar duke guxuar ti të lëbosh në departament të shtetit. Si punojësi departamentit, po ta them. Tani të kalojmë në një çështje tjetër. Në klapa me ironi. Me ironi. Përçarja shikohet në kuti. Edi Rama ka për ta instaluar sistemin e vetë nëse këta nuk reflektojnë, pra zoti Berisha me vetët, nëse janë të kënaqur në atë seli, që këta njerëz votojnë për zotit Berisha, dhe janë në traumën që nuk mund të jetojmë pa baba, dhe humbja babit do të sjellë diçka shumë të tmerrshme. E keni parë, ju besoj, në video që kanë dalë në YouTube në ceremoninë e vdekjes së Enver Hoxhës, që thot ajo gruaja, po si du t'rregojmë fëmijëve ne që ka vdekur shoku Enver. Si mund t'u themi? Pra mos perceptimi i Partisë Demokratike pas Sali Berishën është diçka e tmerrshme. Kur s'ka qenë Sali Berisha janë marrë 730.000 vota, kur ka qenë Sali Berisha janë marrë 530.000. Kjo është përçarja dhe kjo është çfarë unifikon zoti Berisha. Unë sot përpara pyetjes dua t'i uroj ata njerëz në këtë ditë dashurisë së madhe me zotin Berisha, është edhe ditë gëzimi sepse shqyr që e kam dhe e vazhdoj në mandatin e zotit Berisha, është edhe ditë dëshpërimi në të njëjtën kohë, sepse ankohen që nuk e kanë më të ri. Ta kishim një 50 vjeç ne, ta e shifte Edi Rama se çfarë do i bënë. Kështu thua mendojnë, apo dëshirojnë demokratët është gjendja psiqike. Unë demokratët i përshëndes sepse kanë fituar një luftë të vetme. Luftën e vetme që kanë fituar me armiqtë e brendshëm dhe me tradhtarët e brendshëm. Kjo është e vetmja luftë e fituar në këto vite. Dhe kanë të drejtën e tyre të janë njohin zotit Berisha partinë në pronësi. Mirë po, partia dhe opozitarizmi shqiptar janë dy gjëra të ndryshme. Këtu ka 1 milion opozitar, zoti Berisha unifikon vetëm 400.000 demokrat. Lutem. Po. Sa t'ja bëj unë një pyetje që s'po ja bëj dot? Edhe me një herë, po vokshit, nga që po bëjmë dhe shumë matematikë, ndoshta është pak e vështirë dhe për ata që po na ndjekin 1.400.520, 200.000 mangët. Do më thënë sa shqiptari jemi, që votojnë. Këtu kemi të nxënës mirë matematike, siç e thatë edhe ju, po ka ata që janë nxënës shumë të mirë. Tani një pyetje kam. Duke e lidhur pak dhe me ata çfarë kërkoi edhe Migeni pak më përpara. A mendon Vokshi që ekziston një figurë e cila mban 400 mijë, me që po e thua të tillun, po i referohem fjalëve të tua, 400 mijë e votave të zotit Berisha dhe është i aftë të marrë edhe votat e Shqipëria bëhet, apo t'i bashkoj, mundësia, bashk, Euroatlantikët, së shpejti besoj edhe për partinë tënde nisma kombëtare. Ton. Tua janë, jo hinja, tua janë, po. Shko, unë jam... Ekziston këtë realiteti, jam kurios, mendoj që ekziston një personazh. Me qenë se përmendet dhe mua, ne do t'jemi miqësor ndaj çdo faktori opozitar. Ju nuk keni dëgjuar as duke agresuar as më zotin Berisha, as partitë e tjera, por s'ka rëndësi kjo. Shikojnë çfarë ndodh. Ka nevojë për diçka më shkencore. Ekziston një lloj gjeneratori urrëtie pak më përpara. Jo, e ka bërë ato, është fakt. Unë nuk po them gjërat pa drejtë, apo është fakt. Çfarë ndodh? Ka një rregull dhe një ligjësi të pakapërcyeshme. Victor Hugo, me qenë se ka dëshirë ta përmend ai zotëria, thot diçka që liria është mundësia për të parë nëse jemi apo jo njerëz të mirë. Tani gara politike është mundësia për të parë dhe për spikatur cilët janë personalitetet të cilët mundën të unifikojnë dhe të japin një nivel përfaqësimi më të mirë. Çështja e garës politike këtu nuk ekziston, pra nuk ekziston platforma përmes të cilës njerëzit promovohen dhe ne e shikojmë se cili nga personat ka kapacitetet për të unifikuar ose për të bërë një politikë më të mirë. Këto vendet europiane, cilave ne duam të referohemi, nuk janë dhe fort budallej dhe nuk e shohin pa levërdi atë çështjen e garës politike. 7 kryeministrat janë ndruar në Angli, të shndruar dhe lideri i partisë Le Penit, janë ndruar në Gjermani, janë ndruar në Itali me Melonin. Çfarë do të bënin ata e djathta italiane? Do të thoshte o Berlusconi o s'ka. Dakor, po të fu përgjigja ekziston të personazh i cili arriti sa 400.000 personazh bashkë për të bashkuar edhe partitë e tjera opozitare. Kjo quhet
qasje mesianike ndaj politikës. Më i votuari në parti. Mas Berishës, kush është më i votuari në parti Mas Berishës? Kjo quhet qasje mesianike në politikë, e njohin shkencët politike. Qasje mesianike nuk mund të ekzistojë. Qasje mesianike është kjo që bëhet sot, pra shpëtimtari i madh që ju vjen njerëzve, dhe nëse do kërkosh një personazh imagjinar, është prapë kjo ide e shpëtimtarit madh. Duhet platforma që jep mundësinë për të parë nëse ka personazhe politike. Ku e dim ne, a ka personazhe politike brenda po them spektrit gjatë? Demokratike sot mund ishte vëmë, mund ta kishte bërë gjë pak më përpara se sa përpara zgjedhjeve lokale. E ka pasur luksin, por antarët e Partisë Demokratike, miq tanë të dashur, nuk duan. Deri në fund me zotin Berisha është e drejta tyre, por kanë humbur mundësinë për të identifikuar se cilët janë politikanët e mirë të partisë në fjalë ose të spektrit në fjalë. Është humbur mundësia se çfarë po ta thjeshtëzoj. A e din njerëzit se çfarë mendimesh kemi ne nëse nuk na shohin në ekran? Nuk e din. Edhe nëpër partitë politike ne nuk e dim çfarë thesares ka në ato parti politike, nëse nuk ka një platformë gare dhe konkurrimi politik. Ku e dim në? Da i fjalisë dhe shkën në reklama. Është shumë e thjeshtë. Unë besoj që Partia Demokratike fillon vjen në pushtet në zgjedhjet lokale të kaluara nëse një zbaton statutin e vet. Ai që humb zgjedhjet, ikën dhe nuk rizgjidhet. A kanë ko për ta bërë të që shkojnë pak edhe të koha, kush zgjidhet më të votuarit në zgjedhjet e kaluara, që mund të jetë Ali Mehmeti. A janë vonë tani, a janë vonë mu përgjithësi sinqerisht. 12 votuarit bëhen bashkëkryetar. Bëhet qeveria në hije, merr aleatët dhe i thua: çfarë ju keni për synim, absorbohet në partinë tonë. Pra Tabaku ma Mehmeti të bëhen bashkë aty dhe ju merrni të pjesë të qeverisë së të ardhshme për ta realizuar ëndrrën e përbashkët. 2. Ndërton primare të cilat i respekton. Kush e garanton që këta të dy bashkojnë opozitën? Po kush vetëm zbatimi i parimeve demokratike. Po zbatove parimet demokratike, merr Shqipërinë. Po nuk zbatove parimet demokratike, do shkosh grop. Tani, listën e deputetëve, të bësh një listë përfaqësuese, jo të marrësh pensionistët, shokët e tu të fëmijërisë, ti bësh deputet dhe këta të rinj të shkëlqyer, rinë edhe presin çdo ju bjerë nga këta individ. Më lejo shkurt. Nga një fjali semi për reklam. Dy fjali. Vetëm dy fjali. Një fjali me Kuçani para se shkojmë në reklam. Kemi një pjesë të dytë. Ka një 24 orë Zisa ka që kanë bërë një dënësim një televizion tjetër dhe vetmja gjë që nuk ka puna kërcënimeve këto që merren që janë habit, po. Një gjë më ka bërë përshtypje. Njerëzit që më kanë marrë nga që i kanë qenë PD dhe janë largu nga PD-ja, që më kanë marrë në telefon aman ki kujdes, aman këshu e këtu, ajo më ka trondit. Shumë. Këtu, do më thanë... Për qëfar se s'po të po nuk e ka rëndësi. Rëndësishma është që kam, po e shoh, unë flas nga ekspresia, jam vin nga gazetaria. Unë nuk, edhe pavarësisht se i kam ndërthur me analizën, kur i bazohem mbi realitetin, mbi terrenin. Dhe terreni sot, në qoftë se nuk do të ishte një lider i cili garanton shumë efikasitete, pra garanton sa është pjesë e sistemit e ka prodhu këtë sistem. Dhe çdo pushtet tjetër vjen derivati këtij pushteti që ka pasur këta dy njerëz. Do ta kishte shumë vështirë t'i bënte përballë mazhorancës socialiste. Për hir të vërtetë është ashtu siç ka ndodhur. Ne nuk mund bëjmë të kemi amnezi kolektive dhe tani të themi sikur nuk e dim se çfarë ndodhi me Partinë Demokratike. Po për të betejë të vështirë do nisesh. Pra betejën e vështirë, por ne kemi pikësparje nevojë në si shoqëri, jo vetëm si Parti Demokratike, si shoqëri, unë analizoj si shoqëri. Kemi nevojë që të kemi një forcë që i bën përballje kësaj mazhorancës, se s'ka kush i bën përballje. Dy fjali zonja Kuçani të shkojnë në publicitet. Nuk e kanë kushtet që do, por a shkriju kjo dhe po mbahet kjo me gjitha vështirësinë. Asnjë nuk ore ju keni shumë dëshirë të themi se siguresa ndaj autokracisë ka shumë siguresa. Po të bëj një pyetje. Kjo mazhorancë, që jemi mirë edhe kështu si jemi. Jo, se kjo është abuzim që bën. Unë po them kushtet që jemi në realitet se ju kujtoni se unë nuk e kuptoj këtë gjë që thoni ju. Unë po them se kur e bëj analizën, unë e bëj në raport me mollët sa kam shport, jo me mollët si imagjinoj në shport.
Unë 4 mollë kam sport, dhe unë me këto 4 mollë e bëjnë analizë. Unë nuk imagjinoj 50 mollë dhe i kap dhe i shpërbajnë e përgaton. Po jo më zotri, këtu e kam analizën. Analiza është në kushtet reale që jemi me 4 mollë. Analiza është me 4 mollë. Merë një mollë, sot ke një regjim që ka pushtet lokal, të ka pushtet qendror, ka pushtet mediatik, ka pushtet ekonomik, ka pushtet kriminal. Dhe mbi gjitha ta thot raporti ose bëjë deri në fjalinë e parë të raportit, që është partia dhe shteti janë bërë. Si do t'i bëjmë? Jo pa them si. Merë një nga 4 mollë, jo teori politike. Pritë bëhet penë, merja kokrat që të marrësh pezit. Po me mbajt 4 mollë dhe me i pasë çdo bësh normal. Pa kupton që gjenocidi po ndodh në Shqipëri, mos ka ngel, unë nuk kanë këtu s'kan ngel punëtor më. Punëtor nuk ka. Që ta që tensionojmë pak duke tensionuar. Jo, nuk kemi tensionuar fare, jemi në pasion, se s'kemi ardhur të tensionu këtu. Pak për shkurt dhe publicitet, po është zonja Kuçana. Shumë shkurt. Shumë. Në krahun tjetër kemi mbretin e Rilindjes, i cili nuk bën fare gar, as nuk vot besohet. Se ka frik nga hija ti, se mos e mund e pa ndërgjeshmja. Të lutëm, ta diskutojmë të. Nga krahu tjetër, kemi mbretin e Rilindjes, i cili nuk guxon kush ketë mendim ndryshe, se kush mendon ndryshe përjashtohet nga ajo parti. Po pra, po në Partinë Demokratike ka mendim ndryshe, në Partinë Demokratike diskutohet dhe ju e keni parë që ka pas mendim ndryshe dhe ja ku e keni edhe një nga personat që ka menduar ndryshe dhe ka folur ndryshe. Pra, le të flasim dhe të bëjmë një analizë. Pra, kemi 2 kryetarë të 2 forca më të mëdha opozitare, njëri vot besohet e duan demokratet, tjetri jo vetëm se nuk vot besohet, po ka frikë nga hija e tij, po e them edhe një herë tjetër, se ka frikë se mos e pa ndërgjeshmja e mund vete Edi Ramën. Do e diskutojmë këtë, apo do flasim vetëm për Sali Berishën edhe për opozitën, sepse gjithë e keq aktivonti ky zotëria do bëjnë ndonjëherë vot besim, do provojnë ndonjëherë. Moderatorja do ju çoj për pak sekonda në publicitet dhe në pjesën e dytë përveç diskutimit që do e vazhdojmë, po ashtu do kemi mundësi që na bashkohen dhe figurat e tjera nga Partia Demokratike dhe besoj se zoti Berisha do ketë mundësinë që për pak të ketë një deklaratë për media, ndoshta me versionin apo me të dhënat e fundit sa i përket edhe votimit e ditës së sotme, ose zonja Vokshi besoj do t'jap edhe të dhënat. Pas pak zoti Vokshi do kemi mundësi që t'i ndjekim të gjitha pak sekonda publicitet dhe më pas tu në review.